nga 24 deri më 25 korrekt. Një kthes e papritur favorizon këto 5 shenja. Ka periudha kur gjithçka duket sikur ecën njësoj, por mjaftojnë vetëm 2 ditë që rrjedha e ngjarjeve të ndryshojnë në mënyrë të papritur. 24 dhe 25 korriku sjellin një kombinim energjish astrologjike që mund të hapin dyert të reja, të sjellin lajme të rëndësishme dhe t'i vendosin disa shenja përballë mundësive që nuk duhet t'i shpërfillin. Ajo që deri dje dukej e largët mund të afrohet më shpejt nga sa mendoni, ndërsa disa vendime të vogla mund të kenë ndikim shumë më të madh në të ardhmen. Megjithatë, kjo energji nuk prek të gjithë njësoj. Vetëm 5 shenjat të zodiakut favorizohen më shumë gjatë këtyre 2 ditëve dhe mund të përjetojnë një kthes që ndryshon planet e tyre. Qëndro deri në fund, sepse njëra prej tyre mund të jetë pikërisht shenja jote dhe mesazhi që do të dëgjosh mund të të ndihmojë të mos humbasësh këtë mundësi. Akrepi. Ka raste kur jeta nuk ndryshon gradualisht, por me një ngjarje të vetme që të detyron ta shohësh të ardhmen ndryshe. Pikërisht këtë energji mbartin datat 24 dhe 25 korrik për akrepin. Një zhvillim në punë ose një propozim që vjen papritur mund të hap një derë që e konsideroni të mbyllur. Dikush mund të kërkojë bashkëpunimin tuaj ose t'ju jap një mundësi që meriton të analizohet me kujdes. Në financa, krijohen kushte për më shumë stabilitet nëse shmangni vendimet impulsive. Në dashuri, një situatë e paqartë fillon të marrë përgjigje dhe kjo ju ndihmon të ndiheni më të sigurt. Ata që janë vetëm mund të takojnë një person që hyn në jetën e tyre në një moment krejt të papritur. Kthesa që po afrohet nuk kërkon vetëm guxim, por edhe besim të zgjedhjet tuaja. Ujori. Ndonjëherë ndryshimi nuk vjen sepse e kërkon, por sepse je më në fund gati ta pranosh. Gjatë këtyre 2 ditëve, ujori mund të ndjejë se shumë gjëra fillojnë të lëvizin në drejtimin e duhur. Në aspektin profesional, një ide që deri dje dukej e pamundur mund të gjejë mbështetjen që i mungonte. Një bisedë, një kontakt ose një propozim mund të ndikojë në planet tuaja për muajt që vijnë. Financat përmirësohen nëse tregoheni të kujdesshëm dhe nuk nxitoheni nga entuziazmi i momentit. Në dashuri, dita favorizon sinqeritetin dhe afrimin emocional. Nëse jeni vetëm, një njohje e re mund të lindë në një mënyrë krejt spontane dhe t'ju surprizojë me shpejtësinë e zhvillimit të saj. Universi po ju jep një mundësi për të dalë nga rutina dhe për të ndërtuar diçka që ka perspektivë. Luani. Jo çdo mundësi vjen me zhurmë, disa shfaqen në heshtje dhe presin vetëm që t'i dallosh. Nga 24 deri më 25 korrik, luani mund të jetë përballë një zhvillimi që ndryshon mënyrën si e sheh të ardhmen. Në punë, një person që ka vëzhguar për kushtimin tuaj mund t'ju besojë një përgjegjësi ose një projekt me më shumë vlerë. Nëse keni menduar të nisni diçka të re, këto 2 ditë favorizojnë hapat e parë. Në financa, mund të shfaqet një mundësi për të përmirësuar të ardhurat ose për të organizuar më mirë shpenzimet. Në dashuri, marrëdhëniet fitojnë më shumë stabilitet dhe mirëkuptim. Ata që janë vetëm mund të surprizohen nga afrimi i një personi që deri tani nuk kishte treguar interes. Kjo kthes nuk vjen rastësisht, ajo është rezultat i përpjekjeve që keni bërë prej kohësh. Gaforja. Ka momente kur universi largon një pengesë pa e kuptuar fare dhe rruga fillon të hapet vetvetiu. Pikërisht këtë mund të përjetojë gaforja gjatë datave 24 dhe 25 korrik. Një situatë që ju ka mbajtur në pritje mund të marrë më në fund një përgjigje pozitive. Në aspektin profesional mund të lindë një bashkëpunim ose një mundësi që ju jep më shumë siguri për të ardhmen. Financat tregojnë shenja përmirësimi, sidomos nëse vazhdoni të tregoheni të kujdesshëm me vendimet. Në dashuri, zemra gjen më shumë qetësi dhe një bisedë e rëndësishme mund të largojë pasiguritë. Nëse jeni vetëm, dikush mund të hyjë në jetën tuaj në një mënyrë krejt natyrale dhe t'ju bëjë të shihni ndryshe të ardhmen. Besoni më shumë te ritmi i jetës, sepse disa gjëra ndodhin pikërisht kur duhet. Demi. Ajo që dukej si një periudhë pa lëvizje mund të marrë një kthes të papritur. Për Demin, këto 2 ditë sjellin mundësi që lidhen me stabilitetin, zhvillimin profesional dhe jetën personale.
Në punë, një vendim i marrë tani mund të ketë ndikim pozitiv për një kohë të gjatë. Dikush mund të vlerësoj seriozitetin tuaj dhe t'ju propozoj një rol ose përgjegjësi të re. Në financa, krijohen kushte për të forcuar sigurinë ekonomike nëse vazhdoni të veproni me maturi. Në dashuri, marrëdhëniet bëhen më të ngrohta dhe më të sinqerta. Beqarët mund të njohin një person që sjell qetësi dhe besim që në takimet e para. Mos e lini këtë mundësi të kalojë vetëm sepse nuk erdhi në mënyrën që kishit imagjinuar. Nëse ky parashikim të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj në koment fjalën "kthesa" nëse beson se 24 dhe 25 korriku do të sjellin një ndryshim pozitiv në jetën tënde dhe na trego edhe shenjën tënde. Bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet për të mos humbur asnjë parashikim. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që mendon se ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh pikërisht sot.